konsumimi një ëmbëlsire pas një vakti pengon tretin dhe krijon ato problemet e tjera. Po frutat mund të konsumohen pas një vakti, meqense ato kanë sheqer, po sheqer natyral, gjithsesi. Nuk ka sheqer natyral, kanë fruktozë, të kanë një ndarje. E para e dyta, frutat nuk kanë vetëm sheqer, sheqeri është një element toksik që është vetëm një element dhe kalori boshe dhe nuk ka gjë tjetër. Sheqeri dëmton 10 aminoacidet bazë pas ushqimit. Në moment që ne ham ushqim dhe konsumojmë një ëmbëlsirë, 10 aminoacidet bazë të kemi dëmtuar. Pra, mos hani mish nëse do hani ëmbëlsirë më pas, sepse keni harxuar parat kot, vetëm keni mbushur zorin. 10 aminoacidet kryesore nga mishi ju nuk i keni përthithur të nderuar. Dhe po ashtu rreth 12 element të mineraleve, nga 20 minerale që marrim neve, që jam nxjerrë tani, 12 minerale nuk përthithin. Mos harroni një pjesë të vitaminave që nuk përthithen vetëm nga ngrënia një ëmbëlsire që ju mund të hani pas vaktit të ushqimit. Pra ta di, nuk është thjesht tretja apo jo. Tjetra, problemi që u thatë për punën e frutave. Në qoftë se njerëzit kanë probleme me ushqimin FODMAP, pra probleme me sëmundjen e sindromit zorës irrituar, kanë disa probleme të inflamacionit zorës, SIBO, apo probleme të diçkaje pra në zorë, pra një dëmtim në zorë, atëherë frutat nuk është e mira të konsumohen pas ushqimit. Sepse niveli fruktozës që ato do marrin, patjetër do fermentohet në zorën tonë dhe do sjellë fryrje. Po ato mund mos konsumohen as para, por edhe mbrapa nuk duhen konsumuar. Në qoftë se ushqimi, pra në qoftë se ti je njeri normal, këto duhen konsumuar sepse nuk ka fakte epidemiologjike në historinë tonë njerëzore, sepse dieta mesjetare gjithmonë ka shoqëruar, bile njerëzit kanë shoqëruar shalqiun me djathin, e kanë konsumuar apo pieprin edhe me fruta, absolutisht bile edhe në dietën nordike, në dietën dash, dietën mesjetare, dy dietat më të mira që kanë dalë deri tani, është traditë që konsumohet në vend të ëmbëlsirës pas ushqimit mund konsumohet fruta.